Over. Nuk nga tjeta. Që kjo është Land Rover Discovery 4. E për ju që nuk e dini, unë jam Vudi Gjimshiti, gazetari i pavarur, edhe fotoreporteri i luftrave, më se 35 për tyre që i kanë mbulu në 18 vitet e fundit. Qëtë Land Rover Discovery 4 që tash e kom për shitje, e kom blenë vitin 2023, vetëm disa muj, masi që Land Rover Discovery 3-shin, rusët e këshin bombardu në Ukrainë, sa ishon atje të raportu. Këtë kera kom ble me 70.000 km, tash i ka 305.489, ndoshta mas kësaj video i bëna disa kilometra tjera, derisa dikush ta blen, e nëse kërkush se blen, unë vazhdoj me majtë, se s'kam zgjidhje tjetër. Çmimi fillestare 70.000 funta, e kush jep më shumë, e blen. Kush jep i pari 70.000 funta, mundet me marrë pa problem. Arsyeja pse është 70.000 funta, se kjo nuk është veç thjesht një metal në rrota, po është një vetur që ka qenë dëshmitare shumë luftrave që nga viti 2023 e konflikteve të armatosura, tensioneve të ndryshme që i kanë mbulu nëpër Evropën, nëpërmjet Evropës lindore, por dhe në lindjet mesme. Kjo që po e shihni është një prej mjeteve tona të komunikimit, kur ne si staf i ekuipazhit të reportazhit luftës i përdorim terrenet luftës atje në zona ku komunikimi me mjetet celulare është i ndaluar për arsye të sigurisë, edhe i përdorim walkie-talkie, që gjithashtu është pjesë e makinës. E kom edhe satelitin Starlink për internet, të cilin e kom përdorur në shumë luftra të ndryshme. Ndër luftra që ja vlen me i përmend që kam qenë, siç e përmenda Ukraina, sidomos për viti 2023 tek ne, kam qenë çdo vit, disa herë. Pastaj kam qenë në Liban, kam qenë në Izrael, kam qenë në Siri, kam qenë edhe i kom mbulu kryengritjet paqësore në Gjeorgji, ku operacionet ruse janë përpjek me ndru qeverinë, me kontrollu ata. Po gjithashtu i kom mbulu dhe zhvillimet e përpjekjeve aneksuese të Serbisë në veriun e Kosovës në baj të shtatorit 2023. Kjo vetur vjen bashk me walkie-talkie, bashkë me telefonin, me satelitin Starlink, vjen bashkë me mjetet e saj përcjellse, helmetën, 2 helmeta në fakt, 2 antiplumba, një prej helmetave është 18 vjet me mu në terrenet ndryshme të luftës, në 35 luftra. Një prej antiplumbëve është diku në 7 vitet e fundit me mu në luftrat e ndryshme. Gjithashtu i shes edhe aparatin fotografik bashkë me objektivat e tij, nuk është vetëm një aparat, janë 2. Është edhe ky tjetri. Është Canon 1DX Mark II. Krejt këto pajisje kanë shërby nevojave të mia profesionale si reporter i luftës. Arsyeja pse po e shes 70.000 funta minimum, e që jam mjaftueshëm pare për mu, por me ble një vetur tjetër, pak më të re, me një teknologji pak më të avancuar, sepse po e don nevoja e punës ashtu. Gjithashtu më duhet me i ble pajisjet e reja fotografike për arsye të dokumentimit të reportazheve të mia, edhe kompjuteri, laptop që e kom ble shumë më herët, e tashmë zhvillimet programore janë zhvillu në atë mënyrë që nuk po mundet me i procesu më nevojat e mia. Kushdo që don me dhon pare më shumë, jeni të mirëseardhur, po kushdo që ka pare për me ble 70.000 funta tash, jeni gjithashtu të mirëseardhur. I pari që vjen me pare në dorë, i pari e merr, krejt pajisjet, edhe unë muj me vazhdu. Kjo vetur e ka shëndetin jashtëzakonisht mirë, sepse kam qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm ndaj saj, shërbimit i kam bërë gjitha me kohë, motorin e ka perfekt, kërkun nuk jelshon në ujin, kërkun nuk jelshon vajrat, i ka diku rreth 280 kuaj fuqi, fuqin e ka 3.0, edhe nuk të lenudhe, qoftë në terren, qoftë në rrugë luksoze, është jashtëzakonisht komod nëse don me e vozit. Unë tash po shkoj, e ju këqyni linkun nëse jeni të interesuar me e ble, më shkruani në WhatsApp. Qofshim e shnet.